çfarë do qoftë ndodhije politike, ekonomike apo shoqërore kështu në përgjithësi. Prandaj nuk mendoj që kam përgjithësu. Pyetja jeme në këtë pjesën e diskutimit përbashkët me juve është ti the që s'ke kurrë politike. Ja që jam i prirur të mendoj, të besoj që është e vërtet, kjo çka po deklaron. A mund është mi shti dur të nëzjarëm që të tjerët nuk e kanë diçka të tillë? Unë flas vetëm për shoqatën e prodhuesve nga argjila. Për bizneset tjera, unë nuk jam kompetent flas. Atë më pak mund të flas edhe për kompaninë time. Për kompaninë time jam 100% i sigurt të flas me përgjegjësinë tonë. Për shoqatën e prodhuesve nga argjila, ose si e quajmë në zhargonin popullor në bllloka, domethënë prodhuesve bllokave, ne flasim për pasojat që neve direkt na ndodhin. Ku e shihni zgjidhjen ju, zoti Geci? Ka një mosbesim evident mes kësaj qeverie. Edhe një atë lutem se s'më dëgjon. Ka një mosbesim evident të dukshëm, të prezent mes qeverisë, po më shumë mes unë e shoh më shumë si arrogancë, pa përgatitje, jo profesionalizëm, edhe mos kokësharje të agjencionit të ZRE-s, regulatorit të energjisë, në relacion me, prap mendoj, kauzën e shnosh, edhe kërkesën edhe shqetësimin e shnosh mbi koston në këtë rast prodhimit të ju, koston e kësaj rritje. Por a konsideroni që forma e protestës si mjet i fundit, presioni ndaj vendimarrësve në këtë rast, është rruga e duhur qysh me ardhë të qëllimi final, e që këtë rast në bos kërkesës juj është shtyrja minimale për një vjeçare, derisa të rregullohen edhe kapacitetet vetanake të bizneseve si puna e biznesit juaj. I nderuar, ZRE-ja dhe qeveria e Kosovës janë organe përgjegjëse për këtë